bëj dhe gjithmonë rekomandoj sipërmarrësve që konsultojnë. Kur jeni në një event, asnjëri nuk ju njeh. Pra, kur ju takoni një person në një event, mund të mendoni që është thjesht një person që sapo ka nisur një biznes, nuk ka para, nuk ka sukses, nuk e di çfarë mendoni. Duke përmendur një histori suksesi, mbase keni qenë në një TV show, mbase keni fituar një award, a kompania juaj ka qenë në Forbes, çfarëdo është një gjë e vogël që ju mendoni që është tamam ajo maja e icebergut të suksesit tuaj, ku ju jeni krenar, unë dua që ju ta përmendni, sepse njerëzit ju mbajnë mend nga suksesi. Unë për shkak sa herë përmend që kemi bërë evente në vende të ndryshme të botës, apo kam qenë ekspozuar në rrjetet sociale, kam mbi 200.000 ndjekësa organik, apo kam qenë në emisione si të Top Channel, Vision Plus, Klani. Sa do i përmend, kjo i hap shumë tema njerëzve dhe njerëzit fillojnë të më mbajnë mend, bëhen kurioz, shikojnë ato intervista. Pra duan të dinë më shumë për mua dhe ndikojnë në mendjen e tyre. Do më mbajnë mend si Marsila që mbase ka një audiencë të madhe, që bën marketing, bën video edukuese dhe do vazhdojnë të më ndjekin në bazë eventit.